Fronti Evropian po shkon drejt shpërbërjes, të paktën kështu lënë të kuptohet eksponent nga ky front, por edhe kundërshtarët e tyre politik, pasi që pretendojnë se lëvizjet që priten nga koalicioni me të cilin prin Ali Ahmeti do t'i humbin arsyen e funksionit grupacionit politik multietnik. Zëvendës kryeministri i parë Izet Megjiti thot se Ahmeti preu në bes antarët e frontit, duke bashkëpunuar me Arben Taravarin, kundërshtarin ideologjik dhe parimor të Zjedin Selës. Kjo sipas tij do të ketë pasoja politike për frontin evropian. Veçmë, domethënë, ka deklarata që tregojnë që fronti nuk ekziston dhe këtë deklaroi zoti Taravari, pra prej jashtë i din më mirë punë se sa brenda frontit, pra rregullën këtu e ka thënë zoti Ahmeti, duke bashkëpunuar pra me pjesë të Blenit apo me zotin Taravari, dhe nëse është kështu, pra loja nuk ka mbaruar, loja ka filluar dhe pres pra që do ketë lëvizje më të mëdha. Indikacione se mund të dalë nga fronti dolën edhe nga Partia Demokratike e Turqve në Maqedoni. Deputeti i tyre, Bexhan Ilias, tha se për momentin nuk ka negociata dhe plane për t'u larguar nga fronti evropian. Paraprakisht, nga fronti doli Menduk Thaçi i PDSH-s dhe Unioni i Romëve me kandidaten e saj për deputete Fatma Osmanovska. Në front mbeten BDI, Aleanca për Shqiptarët e Zjedin Selës, Skender Rexhepi me Partinë Populli, Arjanit Hoxha me PDN dhe Sali Murat me Lëvizjen e Turqve të Maqedonisë për drejtësi dhe demokraci.